Mbrojtja e vrasjes mizore të Vanja Gjorqevskas dhe Panqe Zhezhoskit po bën përpjekjet e fundit për të dëshmuar pafajësi për këtë rast që shokoi opinionin. Dy prej tyre kërkuan lirimin nga akuza vrasje dhe që të dënohen vetëm për grabitje, e dy të tjerët kërkojnë lirim të plot. Avokati i të akuzuarit Vlatko Keshishev, Igor Efremov, tha se klienti i tij jo vetëm që nuk ka marrë pjesë, por as nuk e ka ditur për atë që do të ndodhte. Faji eventual sipas tij mund të jetë vetëm në grabitjen e Vanjas. Nga provat materiale të paraqitura në të cilat bazohet akti akuza e prokurorisë si dhe nga dëshmia të gjithë dëshmitarëve dhe të akuzuarve, me asgjë nuk është vërtetuar pjesëmarrja në veprime të ndërmarra si kryesues ose bashkëkryes i veprave penale nga i akuzuari Keshishev. Lirim të plot nga akuzat kërkoi avokati i të akuzuarit Borovidevskit, Bojan Manev. Sipas tij, drejtimi në të cilin është zhvilluar hetimi për këtë ngjarje penale juridike është krejtësisht i gabuar. Qëllimi për t'i dënuar këta njerëz që në fillim të procesit, duke zbatuar masa që nuk janë karakteristike për këtë sistem politik, masa që në asnjë rast nuk mund të përcaktojnë të vërtetën në rreth ngjarjeve, është gjithashtu i gabuar. Edhe avokati i të akuzuarit Velibor Manev, Goran Boshevski, kërkoi që klienti i tij të mos dënohet për veprën penale vrasje. Nuk ka marrëveshje paraprake me të akuzuarit e tjerë për kryerje të veprës penale vrasje, nuk ka qëllim për kryerje të veprave të këtilla penale, ndërsa veprimet e inkriminuara që ai ka ndërmarrë gjatë veprës penale grabitje nuk kanë elemente që paraqesin kontribut të veçantë në kryerjen e veprës penale vrasje. Ndërkaq lirim të plot nga akuza ka kërkuar edhe avokati i babait të Vanjas, Vladimir Tufekgjic. Ai thotë se nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm se ai e ka kryer veprën penale që i ngarkohet. Aleksandri, për shkak të vrasjes brutale të vajzës së tij dhe pasojave të rënda për të dhe familjen e tij, nga kjo gjykatë nuk kërkon mëshirë apo vendim nga keqardhja ose empatia për të, por Aleksandri kërkon vendim gjyqësor të drejtë, me të cilin do të dënohen autorët e vrasjes. Mbrojtjen e tij duhet ta jap edhe i akuzuari i parë për këtë rast, Ljub Çopalevski, në mënyrë që të shpallet vendimi. Në fjalën përfundimtare të prokurorisë, ata kanë kërkuar dënime maksimale për të akuzuarit, ndërsa dënim adekuat për babain e Vanjës, që të gjithë të akuzuarit kanë deklaruar se nuk njihen me Gjorqevskin.